Nëse nuk të del më opsioni se kush të shikon profilin, atëherë kjo është arsye. Ti duhet të jesh 16 vjeç, domethënë të kesh vendosur moshën mbi 16 vjeç në TikTok. Unë sugjeroj që gjithmonë ta vendosni moshën mbi 18 vjeç kur të hapni një adresë të re. Nëse keni vendos moshën poshtë 18 vjeç te adresa që keni, atëherë duhet shkoni të shihni një video që ja kam bënë për të ndryshuar moshën në TikTok. Dhe pastaj ju duhet të keni poshtë 5000 followersave që të keni akoma këtë opsionin se kush ju shikon profilin. Kam pa shumë komente që thonë unë e kisha por mu heq. Pastaj kur shkoj te profili i atij personit, shikoj që ka mbi 5000 followers a 10000. Nuk e di a funksionon nëse do i hiqni, nëse keni nëse keni 5010 followers, nëse i hiqni 10 ose 11 followers, nuk e di a ju del akoma ky opsioni se nuk e kam testu vet. Dhe nëse ju e ndizni këtë opsion, ju mund të shikoni se kush ju ka pa profilin 30 ditët e fundit. Nëse ti shikon një profil tjetër që ka më pak se 5000 followers, edhe ai personi do të shohë ty që ti ja ke pa profilin. Por mos u fikso shumë te kjo gjë. Fokusohu tek kontenti, bëj kontent mirë edhe rritu.